shumë agati tash se so që jem kone. Edhe kjo edhe për mu njëjtë është. Nështë para një viti që... A di unë kur kam fillu me ndryshu? Nështë para një viti që e kom kuptu, okej, tash jem gati. A di që është... A do i gotë... Prit, Mateo, unë me thënë... Para se me të do të më bjetë, prit, se ti mo... Para se me bë kjo gotë që jam, mrekullueshëm edhe amazing, se sinqerisht jam bë. Më kur që kam qenë keq, bë jam bë. Edhe para se me bë, di që kam thënë. Ka shumë, e du burin tim, Allah nuk e njof kush është, ama e kam thënë, burim, tani, edhe pse si e këtu e kupton në jetën time dhe si e pranë meje, bë prej tani, I'm not gonna let you down, prej tani do filloj me punu si për mu edhe si për ty, për vetën, e kupton, si kur e kam manifestu e kupton me botën edhe e kam thënë, when I started working on myself, nuk kam punu vetëm për vetën time, po për ai burri që do jetë ka meje, që do jetë krenar me mu. E kuptove, faleminderit, vazhdoni. Ti më se do për shumë gocën. Si du gocën. Një pesanave ma kryesore për mu është me kone sinqert me vetën. Okej, po të flas si karakter, si huqet, tipin. Si karakter i fort. O vlla, karakteri i fort është përgjigja e gjithë. Huqet, tipin. Tipi? Tipin, huqet. Huqet? Po. Huqet? Në çfarë kuptimi huqet? O vlla, e lasdrume, serioze, karagjoze. Qëra, kom qef sado që... E urt, e shkatët, e edhur. O menoj që sado që e ki atë pjesën serioze me to, duhet me pasë atë pjesën ku knaqesh me to. Se nuk mund është do më thonë tonë ku në serios, duhet pak me kone dhe shok. Po dakor, pa, po në përgjithsi, do i themë... Shkjo, do më thonë është serioze në atë pjesën ku duhet me konë serioze, por jena dhe shok ku duhet me konë shok. Po të bëj krahasim. Po të krahasosh për shembull Selinin me Brikenën, s'ka lidhje fare me njëra tjetrën. A kuptova, po besoj që përgjigjen tama. Jo pra, prapë si i qartë. Pse se kuptova? A kuptova në përgjithsi po them, si duhet jetë si tip, a duhet jetë ku është pjesa fani, që e kena një pjesë shumë fani me njëri tjetrin. Po leje pjesën ku jeni bashkë, ore. Okej. Në përgjithsi, si tip. A ke qef një vajzë që të rri serioze në përgjithsi? A ke qef një vajzë lozonjare? A tjetë vajzë e hedhur, e shkathët, boj batuta me ty dhe në publike, këtë janë ne? Kjo ishte pyetja, me shtjelluj çik më shumë tipin. Okej, të spjegova. Kur është momenti me konë serioze? Po se ke shpjeguar. Është serioze. Kur është momenti me konë shumë... A do i gotë se thot për herë po? Që më thot për herë po? Po. Nuk do më thona, e mund me posi mendim ndryshe nga one. Po, mund të posi mendim ndryshe nga on, po, duhet me konë e logjikshme në atë mendimin që pe jep, jo thjesht me ma kundërshtu. E logjikshme. Ore, logjikshme mund të jesh dhe ti me vetën tatër, po. Ajo ka mendimet e veta, për shkak mban mendimin e vet. Ti ke gabim këtu thot. Ka mund drejt. Gjembo! Nëse kom gabim, Gjembo! Po ti gabim. Po jo, nëse kom gabim, për çata po them duhet me koni sinqert me veten, për çata të parën sen që thash është me koni sinqert me veten. Momentin që ajo është gabim e pranon. Momentin që unë jam gabim e pranoj. Nuk mund të më shku një lidhje nëse është gabim edhe thjesht me ta thonë, ej, jo si jam gabim, kur është gabim. S'maja përgjigjen prap. Ta jepa përgjigjen. Nuk më thonë një karakteristike dhe qaq, serioze, tash më shkum lidhja tonë konë serioze me të, jo. Kur kena momente serioze, kena momente serioze, kur kena momente për më u knaq, kena momente për më u knaq. Vetëm tu unë e kam qejf femrat si Po pra, Kursita. atë që për shembull i femër si Kursita, si Gordana apo si Greta. Nuk më me ta jep një përgjigje gjithë. Character wise, e kupton character. Unë po besoj në gjë, unë ja thash dy gjëra që janë Ore në shumë. sjellje o vlla. Okej, dy sjellje që për mua janë shumë të rëndësishme është që me kanë serioze në momente të caktuara, edhe me kanë funny në momente tjera të caktuara, me kanë shumë okej, me çdo dy pjesë me njëra tjetrin. Edhe unë jam shumë serioz kur duhet me kanë serioz, jam shumë funny kur duhet me kanë funny. Nga këto goca, kush të duket ty ma karakteri bukur? Ma karakteri bukur? Po më karakteri më i mirë që ty të përshtatet për shemb. Si goca. Gjo, koha lobiku. Nuk do e marrin për dashuri, është thjesht pyetje, nuk është Krejt janë shumë interesant, krejt shumë interesant. Nga 3 gocat, si kush ka e treta? Po në krahasim për shemb. Kone more treta? Rusita, Greta, Gordana. Greta? O, për Greta s'po du me komentu se... Okej, iku e para. Për Gordanën edhe për Krusitën? Si karakter për shemb. Gjo. Pëlqen më shumë, nuk po them kush është gocën mbi gocë keqe, si karakter. Si karakter? Po. Gjo. Okej, për marrë masi këtu, shambull. Gordana, kur dën me debatu, e ka atë bum, bam, bam, me njerë debaton. I thot sa në troq me fakte, me logjikë dhe i thot. Ka njerë gutet, ka njerë vepron ma shumë sa që duhet edhe ta kom thonë. Po kur është fani, bëhet fani, vlo. E ka atë pjesën pozitive që e tregon.
Krusida ka atë pjesën... O, baby G! Edhe ty, tu ti sa rdush. Të presë. Ranë kom i, 1, 2, 3, 4. Ti ki ranin. Ki kujdes shumë ndonë, Mateo. Ki kujdes ndonë. Sa, nga 1.10. Su, 11. Vetë shumë stude me, mos e vrit me. Kërën, vazhdo. Oj, Krusida, ta ja pa përgjigjen për ty. Po besoj kesh accurate, ashtu kesh i saktë. Krusida është pak më e mon ma shumë vetën, atë pjesën fani edhe pozitive që ja kom po, e mon pak përmënana, nuk e di pse. Po, është e logjikshme, është serioze. Dakor, pra kush pëlqen më shumë ty për si karakter? Janë dy karakterë, janë shumë ndryshme njëra tjetra. Jam gjithë të i njohët edhe pak ma zonë. Apo të pëlqen që kjo? Po çka ka kaq zër me dhënë përgjigje se s'po e marr vesh? Kush më pëlqen ma shumë si karakter? Po,